Qose për shumë Mosadi shënjestron dhe azjeson Khomeinin? Trump kishte thënë që e ka paranalu vetë Donald Trump këtë gjë. Tani, sa e vërtet është, unë i besoj Trumpit. Tani sa po lexuam që Netanyahu thotë hoqja nga lista, është prapë listë zezë. A kjo është diversionet që bëjnë ata vetë? Jo, po unë ka përshime se është duke u vrarë, mos është vrarë, si marrin vesh pas pak minutash që shikoni pak time në fundit. Nëse goditja e parë në këto nivele, pavarësisht se është fiksume, nuk është për të nënvlerësuar, se derisa kanë arrit me godita ato nivele, gjithçka mund të bëjnë. Por derisa u paranaluj herë prej Donald Trumpit, ndoshta besoj që nuk do nollin, se ajo do e përshkallëzote këtë situatë nëse do ndryshote regjimin. Jo, kisha një gjë në fakt që po qarkullon tani ke X-i nga një gazetar në fakt i Washington Dispatch, që thotë që raportimet e fundit janë duke konfirmuar që Ayatollah është vrarë. Dhe kjo vjen nga burimet të shumta, thot, në të cilën po pritet në këto momente njoftimi zyrtar nga Shtetet e Bashkuara. Është kjo loja që Izraeli që bën, me një gjë që bëri në Liban, që u vraj që dilte ta dinin ku është e ta godasin. Patjetër, jo, dua të them diçka që në të njëjtën kohë, njëkohësisht është duke folur Netanyahu, i cili po deklaron dhe po thot nga ana tjetër që Irani ka tentuar 2 herë të vrasi Donald Trump dhe në njëkohësisht dhe lajmi nga ana tjetër. Pra që do thotë jemi në një paralelizëm komunikativ të kjo strategji, aktualisht Khamenei është i vetmi i cili ka ndaluar zhvillimin e armës bërthamore. Dhe është i vetmi i cili ka vënë gishtin mbi i, pikën mbi i për të thënë që jo, që nga 2003, me eliminimin e tij, gjithë ata 3 të tjerët që janë zëvendësuar të tij, pra nga ata 3 që do zëvendësohet, të 3 kanë qenë i përkasin linjës së ashpër për bombën bërthamore. Prandaj kemi një problem më të madh. Prandaj Trumpi e shef në mënyrë tjetër, kurse një sociopat si Netanyahu e shef në mënyrë tjetër. Prandaj ne kemi të bëjmë me një sociopat. Nëse Netanyahu po bën të pamundurën që ta thrasë Amerikën në luftë direkte, absolutisht do të thonë. Prandaj po përdor çfarëdo lloji. Njësoj si Mussolini në 40-ën që i tha Hitlerit aman hajde më ndihmo.